Në gjykatën kundër korrupsionit të krimit të organizuar, është zhvilluar seanca e parë e gjykimit për ish-krye bashkiakun e Shkodrës Barspahia i marri pandehur për pengim të ekzekutimit të vendimeve gjyqësore. Vetë Spahia ishte i pranishëm në GKK, ku në seancën paraprak është vendosur kalimi për gjykim i dosjes ndaj tij. Ky i fundit në një prononcim për mediat tha se nuk pranoi gjykimin e shkurtuar, ndërsa akuzoi socialistët se kjo është një padi e përgatitur nga zyrat e Partisë Socialiste. Një formalitet i gjykatës për ta dërguar çështjen time për gjykim. Sigurisht unë nuk pranova gjykimin e shkurtuar, kërkova gjykimin normal, pikrisht i bindur se kjo është një padi e përgatitur e organizuar në zyrat e Partisë Socialiste, jo vetëm të Shkodrës, por edhe të Tiranës, të cilët përdorin një person të dënuar për vjedhje dhe korrupsion dhe ndaj të cilit dhe për të cilin kontrolli i lartë i shtetit ka bërë një relacion ku kërkonte shkarkimin për abuzime. Përdoret ky person për të ngritur një padi ndaj meje, thjesht dhe vetëm për ta përdorur politikisht në një kohë fushate elektorale. Çfarë qëndrimi keni lidhje me akuzën e ngritur ndaj jush? Sigurisht që nuk qëndron as pak në gjithë veprimtarin time, sekretari i Bashkisë Shkodër, kam pas udhërrëfyes vetëm zbatimin e ligjit dhe mbrojtjen e interesave të bashkëqytetarëve të mi të Shkodrës. Spahiu tha se akuzat e ngritura ndaj tij janë qesharake, ndërsa shtoi se ka zbatuar vetëm ligjin. Por siç e thash edhe në fillim, akuza dhe padia është e ngritur mbi baza dhe porosi politike, të cilat ju siguroj që do të marrin përgjigjen e duhur me 11 maj, nuk do të na pengojnë as pak, as nuk do të na frenojnë dhe ngadalsojnë në rrugën tonë drejt fitores së 11 maj. Unë besoj tek domosdoshmëria e zbatimit të ligjit dhe respektimit të tij nga çdo qytetar dhe strukturë shtetërore. Edhe një herë thash, unë fokusohem tek padia e ngritur mbi baza politike dhe për përdorim politik. Kjo është më së e qartë, kam thënë vazhdimisht, akuza është qesharake, është absurde, nuk bëhet fjalë as për korrupsion, as për përfshirje në krim të organizuar apo afera të tjera, thjesht bëhet fjalë për një padi të ngritur ndaj meje për shkarkimin e një ish drejtori gjatë periudhës se unë kam qenë kryetari i bashkisë. Kujtojmë se me 26 shkurt, SPAK dërgoi për gjykim dosjen e Barspahis, i marri pandehur për pengim të ekzekutimit të vendimeve gjyqësore. Pas kallëzimit të ish drejtorit të ujësjellësit të Shkodrës Mark Molla, SPAK ka arritur në përfundim te Spahia në cilësinë e kryetarit të Asamblesë së Përgjithshme të Ujësjellës Kanalizimeve Shkodër, ka marrë 2 vendime në korrik të vitit 2022 për të shkarkuar administratorin e Ujësjellës Kanalizime Mark Molla dhe ka emëruar Arvid Bushatin, që ishte një antar i FRPD-s.